A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Të gjitha falëndrimet dhe lavdrimet i takojnë Allahut të madhëruar. Lavdia dhe bekimi i tij qofshin mbi të dërguarin e Allahut të fundit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastërt, mbi shokët e tij të sinqertë dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Të nderuar shikues, mirë se takohemi me emisionin Imuniteti i besimtarit. Në këtë emision me lejen e Allahut të madhëruar do të flasim për rrezikun e përhapjes së krimit në një shoqëri, një dukuri kjo që mund të rrezikojë si shoqërinë ashtu edhe individin. Nuk ka mundësinë që të ndërtojmë një fortifikat të fuqishme të shoqërisë apo të individit nëse nuk parandalojmë përhapjen e krimit. Për arsye se eliminimi i krimit nuk ka mundësi që të bëhet në mënyrë absolute. Vazhdimisht do të ekzistojë e keqja dhe vazhdimisht do të përballet me të mirën, mirë po feja Allahut subhanahu wa taala, gjithsesi legjislacioni që përmbledh ligjet islame, më thon ka parapa mënyra dhe metoda se si të pengohet përhapja e krimeve të ndryshme. Secili njeri, madje edhe kriminali, e ka parasysh se një keqe ose një krim që e bën, nuk pasojat e atij krimi nuk do të mbeten, nuk do të kufizohen vetëm brenda suazave të personalitetit të atij i cili e bën krimin, po sigurisht që krimi pasojat e tij negative do të tejkalojnë dhe do të kalojnë faktikisht tek njerëzit e tjerë. Mu për këtë arsye, dietarët kanë numëruar një numër të madh të pasojave negative që i shkakton përhapja e krimit në një shoqëri. Nuk mund të kemi shoqëri të mbrojtur, nuk mund të kemi shoqëri të shëndosh, me një mirëqenie të theksuar nëse nuk parandalohet krimi. Dhe aty ku krimi është i përhapur, sigurisht që aty mundësia për të depërtuar devimin në të gjitha aspektet është shumë i madh, në aspektin e besimit, në aspektin e moralit, edhe në aspektet e tjera që konsiderohen si mburojje të shoqërisë apo të individit nga devimet e ndryshme. Pasojat kryesore që i lë përhapja e krimit në një shoqëri janë pasoja fetare, janë pasoja shoqërore, pasoja morale, pasoja politike, pasoja ekonomike dhe pasoja shëndetësore. Janë të përmbledhura pasojat negative që le përhapja e krimit në një shoqëri dhe do të mundohemi shkurtimisht të sqarojmë se cilat janë ato pasojat të këtyre sferave që i përmenda, cilat janë pasojat negative që i le krimi, dhe normalisht kur flasim për këtë, duhet të kemi të kemi parasysh faktin se eliminimi i këtyre pasojave negative dhe shkaqeve që çojnë deri te këto pasoja është një garancë për mbrojtjen e shoqërisë nga devimet e ndryshme, sepse neve na intereson, domethënë gjatë këtyre emisioneve të mësojmë dhe të kuptojmë se si mbrohet shoqëria islame, si mbrohet prej gjërave negative, çfarë do qofshin ato. Dhe normalisht njëjtat rregulla vlen edhe për mbrojtjen e individit. Po meqense kemi folur shumë për në emisionet e kaluara, gjithsesi në emisionet e para, për mbrojtjen e individit nga mëkatet, nga mendimet, nga devijim, ideologjitë ndryshme, tani
Tani, më thënë, në këto emisionet e fundit, siç e keni vërejtur, siç e kanë vërejtur ata të cilët na kanë përcjell nëpërmjet ekraneve televizive ose nëpërmjet formave të ndryshme, mediave, nëpërmjet internetit e kështu me radhë, kanë vërejtur se, më thënë, emisionet e fundit kanë të bëjnë me mbrojtjen e shoqërisë. Dhe ne nuk mund të pretendojmë se kemi një shoqëri të mbrojtur nëse krimi ka një vend të lartë, të themi, ose ka një paraqitje të fuqishme në atë shoqëri. Cilat janë pasojat fetare që i le përhapja e krimit në një shoqëri? Do të thonë, të gjitha këto pasoja mund të përmblidhen në një fjalë, se përhapja e krimit faktikisht e dobëson një shoqëri dhe e prish imunitetin e saj. Ajo shoqëri ku është krimi i përhapur, do thonë, i pranon të gjitha dukurit negative, për arsye se sistemi i funksionimit të shoqërisë është i prishur nëpërmjet krimit. Prandaj flasim për këtë temë. Do thonë, dhe pastaj me lejen e Zotit të madhruar, do të vërejmë se si pengohet paraqitja e krimit, do thonë, në një shoqëri. Cilat janë masat, qofshin preventive, qofshin dëshkuese të ligjit islam, të legjislacionit islam, që do thonë, e mbrojnë shoqërinë nga krimi nga i cili vuajnë gjithsesisht shumë shoqëri, qoftë edhe ato shoqëri do thonë, të cilat kanë një përparim të theksuar në aspektin material. Përsa i përket pasojave fetare që le përhapja e krimit në një shoqëri, dihet mirëfillis Allahu subhanahu wa taala krijesat i ka krijuar, do thonë, njerëzit, ne jemi të krijuar për të adhuruar Allahun e plot fuqishëm, siç ka thënë Allahu në Kur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit për diçka tjetër përveç që mua të më njëjësojnë me adhurim. Dhe gjithashtu Allahu subhanahu wa taala, pasi që i krijoi njerëzit, nuk i la të pa orientuar, nuk i la të bredhin, duke mos e ditur se pse janë krijuar, por se Allahu i madhruar ju i furnizoi me shqisa, i furnizoi me intelekt njerëzit në mënyrë që të kuptojnë të mirën prej të keqes, qëllimin e ekzistimit kështu me radhë. Po jo vetëm më kaq, Allahu i madhruar i dërgoi njerëzve, ju dërgoi edhe pejgamber në mënyrë që t'u sqarojnë të vërtetën dhe t'i thrasin ata në rrugën e drejtë. Dhe nëse njerëzit do t'ju përgjigjen kësaj thirrje, atëherë do të përqendrohen dhe do të zënë vend në këtë rrugë. Dhe ky trasim i rrugës, ata do t'i pastrojnë nga gjërat negative, nga gjërat e këqija, nga mendimet dhe nga krimi. Thotë Allahu subhanahu wa taala, inna as-salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Thonë, rruga e fesë neve na mëson që ta pastrojmë shpirtin nga mendimet e këqija, nga veprimet e këqija. Thonë, duke filluar prej mendimeve, për arsye se veprat, siç është sqaruar, po edhe mendoj se kemi sqaruar edhe në emisionet e para, veprat ekzistojnë si rezultat i ngacmimeve të trurit që i vijnë njeriut, duke filluar duke menduar për një gjë, pastaj thonë fundi i atij mendimit, nëse nuk e lufton atë mendim, do të jetë ekzistimi i asaj vepre të keqe që e ngacmon trurin e tij. Pra, thonë Allahu subhanahu wa taala e udhëzoi njeriu, i dërgoi një dritë të qartë, një udhëzues, e shpalli libra, ju dërgoi pejgamber dhe i obligoi me adhurime të ndryshme, adhurime këto të cilat do ta përqendrojnë njeriu në rrugën e drejtë, rrugën jashtë krimit, mëkateve, degenerimit, prishjes e kështu me radhë. Pra thotë Allahu subhanahu wa taala, inna as-salata tanha anil fahsha'i wal munkar, që është një shembull se si adhurimi, ibadeti, e pastron besimtarin. Do thonë, e pastron besimtarin nga mendimet e këqija që çojnë dhe shpihen deri te krimi. Do thotë Allahu subhanahu wa taala, namazi ndalon nga amoraliteti dhe nga punët e këqija. Namazi e ndalon besimtarin,
domethënë që fal namaz, që është në këtë rrugë, domethënë e parandalon namazi i tij që të bëj krime. Çka do thotë e kundërta? E kundërta do thotë se ata të cilët nuk janë, domethënë shumë të përqendruar në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, sigurisht që ata, domethënë do të prishin, domethënë qëllimin për shkak të të cilit Allahu i ka krijuar njerëzit dhe do të merren me punë të këqija që çojnë deri tek krimet që janë një rrezik i madh për shoqërinë. Domethënë besimi dhe punët e mira, siç është namazi për shembull, janë prej shkaqeve kryesore të përqendrimit të njeriut në rrugën e drejtë. Dhe nuk ka mundësi që me forcimin e këtij besimi, domethënë nga këta njerëz të ekzistojë krimi, nuk ka mundësi. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kështu e paraqet lidhshmërinë e besimit me disa vepra të shëmtuara, që janë mëkate të mëdha. Thot pejgamberi sa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Nuk mund zinaqari, domethënë kuror shkelsi, të jetë besimtar në momentin kur e bën këtë mëkat. Wala yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Nuk ka mundësi që pirësi i alkoolit të jetë besimtar në momentin kur ai e bën këtë mëkat, në momentin kur pi alkool. Wala yasriqu as-sariqu hina yasriquha wa huwa mu'min, dhe vjedhsi nuk është besimtar në momentin që ai vjedh. Se vjedhja në këtë rast për shembull të gjitha, edhe prostitucioni ose kurorshkelja, edhe pirja e alkoolit, edhe vjedha, këto janë krime, siç do t'i sqarojmë me lenin Allahu subhanahu wa taala në emisionin e ardhshëm. Këto janë krime. Dhe ky krim nuk mund të jetë bashk me besimin e vërtet, i cili ka ndikim përmirësues tek njeriu. Për sa i përket pasojave shoqërore që i le krimi, dhe në përgjithësi mëkatet, domethënë tek një njeri, është kjo sqarohet në këtë mënyrë. Se feja islame i ka dhënë rëndësi të madhe ndërtimit të shoqërive të shëndosha. Dhe normalisht mund të paramendohet shoqëria si një ndërtesë që është shoqëria e pastër islame, mund të paramendohet si një ndërtesë që është ngritur tull pas tulle. Dhe kështu, gjërat e mëdha ndërtohen duke filluar me gjëra ose me pjesë të vogla. Dhe njerëzit në një shoqëri islame konsiderohen sigurisht tullat në një ndërtesë. Pastrimi, ndërtimi i individit, dhe edukimi i tij, fillon duke pastruar zemrën e tij nga besimi i kot, nga idhujtaria. Pastaj, duke e edukuar njeriun, në adhurim. Njëherë pastron brendin e tij, mendimin, zemrën e tij, të ketë botë kuptim të drejtë për Zotin, pastaj obligohet me adhurime në mënyrë që të pastroj shpirtin e tij. Pastaj, me adhurime të ndryshme, pastaj për shembull obligohet me dhënien e zakatit, normalisht nëse i plotson kushtet për të pastruar shpirtin e tij nga kopracia dhe lakmia e tepruar. Pastaj, obligohet me agjerim, duke, se për namazin e përmendëm, duke disiplinuar epshin e tij dhe dëshirat e tij. Obligohet gjithashtu edhe me haxhin, që është një ibadet i përzier mes ibadeteve që kryhen me pasuri dhe me trup, për të mësuar me bartjen dhe durimin në raste të vështira. Pastaj obligohet me stolisjen e tij, që është kurora e individit që e përbën shoqërinë. Obligohet me stolisjen e tij, me moralin, me virtytet e larta të moralit islam, për shembull duke kultivuar tek ai durimin, drejtësinë, bamirësinë, ruajtjen e nderit, ruajtjen e shikimit, për shembull që është pjesë e ruajtjes së nderit, bamirësinë ndaj prindërve, dashurinë ndaj muslimanëve,
solidariteti me të mirën dhe jo me të keqen, dhe ndalimi gjithë asaj që është negative. Kështu me radhë, më thonë, këto janë vetëm disa prej virtyteve të cilat duhet t'i përvetsoj besimtari. Më thonë, kështu ndërtohet shoqëria. Pastaj prej ndërtimit të individit kalohet në ndërtimin e familjes. Më thonë, feja islame ndërton individin njëherë. Pastaj ndërton familjen. Duke sjell një sër ligjesh që kanë të bëjnë me sjelljen bashkëtorë, që kanë të bëjnë me edukimin e fëmijëve në mënyrë që të ndërtohet shoqëria. Pastaj dhe nuk ka dyshim se prishja, do të thonë, e këtij shembulli, thonë, që shkon në ndërtimin e shoqërisë, duke ndërtuar individin, familjen, pastaj lidhjen e familjeve, do të thonë, nëpërmjet obligimeve që i kemi përmendur më herët, lidhjen e familjeve njëra me tjetrën, çon deri te formimi i shoqërisë. E tash, prishja e një tullës së një ndërtesës, ka mundësi që të shkaktojë deri te prishja e krejt, deri te prishja e tërë ndërtesës. Kështu është edhe puna me individin. Nëse për shembull një ndërtesë ka të prishur një tullë, duhet të përmirësohet, përndryshe do të ndikojë që të rrënohet ndërtesa. Kështu është edhe puna me individin në një shoqëri. Nëse ai, merret ose merret me kriminalitet. Ai njeri, ajo tullë e shoqërisë që është njeriu, individi, ka filluar të prishet dhe duhet të përmirësohet. E si bëhet përmirësimi? Përmirësimi bëhet nëpërmjet zbatimit të ligjeve të Zotit kundrejt kriminalëve. Se përndryshe, do të hasim në një degenerim të madh dhe në një epidemi, të degenerimit që pastaj është vështirë, të ndalen valët shkatruese të tij. Dhe shumë mirë e dim nëse fillon dhe nëse të njerëzit, e mirë, nuk ndikojnë në ndalimin e përhapjes së krimit, atëherë shkatrimi është i përgjithshëm, siç ka thënë Allahu subhanahu wa taala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Ruhuni nga dënimi që nuk i godet vetëm ata të cilët kanë bërë padrejtësi. Nuk i godet vetëm ata të cilët kanë bërë padrejtësi. Për arsye se nëse nuk i jepet bari ose ilaçi adekuat degenerimit ose krimit që vjen nga individi, atëherë sigurisht që, dënimi do të bie mbi të gjithë. Gjithashtu, thot Allahu subhanahu wa taala, wa idha aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa alayhi alqawl fadammarnaha tadmira. Që thot, kur vjen koha për të shkatruar një vendbanim, një qytet ose një fshat, thot Allahu subhanahu wa taala, ju mundsohet, për arsye se njeriu është i lirë, ju mundsohet njerëzve të luksit, njerëzve të dynjas, materialistëve, që bëjnë degenerim dhe atëherë meritojnë dënimin e Allahu subhanahu wa taala, dhe Allahu subhanahu wa taala i shkatron. E drejta e shoqërisë është që të jetë e sigurt, që të ketë siguri, për hapet. Mirë po, krimi, cili do qoftë ai, për arsye se krimi nuk nënkuptohet me krim, duhet ta sqaroj këtë patjetër dhe të kuptohet kështu se kur flasim për krime, krime në pikpamjen e shariatit, jo vetëm vrasja dhe vjedhja, por ata janë, më tepër, edhe zinaja, edhe pirja e alkoolit, edhe kusaria, edhe dalja nga respektimi i sistemit islam, që quhet baghi, tekalimi i kufive dhe kundërshtimi i kryetarit të muslimanëve
me thënë, i cili është besimtar. Edhe kjo, me thënë, krejt këto janë pjesë të krimeve për të cilat me lejen Allahu subhanahu wa taala do të flasim në ndonjërin prej emisioneve se si feja islame shëron, domethënë këto si shëron feja islame këto krime. Sigurisht që ndonjëherë krimet e vogla shkaktojnë pasoja aq të mëdha, saqë e dim mirë filli, më thon shkakun e luftës së parë botërore. Më thon që filloi me vrasjen e njerit. Dhe nëse shpeshherë vrasja e një njeriu shkakton krime aq të mëdha, saqë nuk mund të paramendohen. Ku, më thon për shkak vrasjes së një personit, më thon janë kallur dhe janë inicuar luftra botërore, ku kanë vdekur me miliona njerëz dhe ndoshta dietar thon prej urtësive dhe prej kuptimeve më të thella të ajetit kuranor men qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'a. Kush e vret një njeri, do të thon pa vrarë ai askënd, do të thon nuk e meriton ai të vritet. Kush e vret një njeri që s'meriton të vritet. Për arsye se dihet se në ligjin e Allahut subhanahu wa taala vrasja e një njeriu dënohet me vrasje. Mirë, po kush e vret një njeri që s'meriton të vritet, s'ka bën një krim për të vrarë. Dhe s'ka bën ndonjë degenerim të madh, ndonjë kriminalitet të madh. Është sikurse ti kishte vrarë të gjithë njerëzimin. Sikurse ta kishte vrarë, më thon të gjithë njerëzimin. Më thon prishja e individit që bën kriminalitet shkakton prishjen e shoqërisë nëse nuk përmirësohet ai. Gjithashtu, përhapja e kriminalitetit shkakton edhe pasoja negative në fushën e moralit dhe sjelljes dhe në fusha tjera, në fushën politike dhe në fushën ekonomike, për të cilat me lejen e Allahut subhanahu wa taala do të flasim pas një pauze të shkurtër. Bismillahirrahmanirrahim. Shikues të nderuar, kthehemi në studio për të vazhduar temën e këtij emisioni që ka të bëjë me rrezikun e krimeve, rrezikun e përhapjes së krimeve në një shoqëri. Përmendëm në pjesën e parë të emisionit se prej pasojave negative që përhapja e krimit lën në një shoqëri është edhe, do të thonë, degenerimi i moralit ose pasojat morale. Do të thonë që le, do të thonë, përhapja e krimit në një shoqëri. Feja islame është kujdesur që të përhap çdo vlerë dhe të luftoj çdo antivlerë. Të luftoj çdo, do të thonë, çdo virtyt ta përkrahë dhe ta përhap dhe ta luftoj çdo ves. Normalisht duke marrë për si shembulltyr në këtë drejtim të dërguarin e Allahut të fundit, i cili ka qenë, do të thonë, në kulm, në kulminacion të moralit të lartë. Prandaj Allahu subhanahu wa taala përshkruan atë duke thënë innaka ala khuluqin wa innaka ala khuluqin adhim. Vërtet je në një shkallë të lartë të moralit. Madje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i dërguari i Allahut, lavdia dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, sikur e ka përkufizuar dhe përcaktuar qëllimin e ardhjes së, do thënë, qëllimin e dërgimit të tij në këtë botë, qëllimin ose mesazhin e tij, duke thënë inma bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq, më ka dërguar Zoti im për t'i plotësuar vlerat e moralit. Një shoqëri vlen atë sa ka vlera morale. Dhe me humbjen e vlerave të moralit nuk ka asnjë lloj vlera ajo shoqëri, siç ka thënë një poet, "Kadha an-nasu bil akhlaqi yabqa salahuhum." Njerëzit me ahlak, me vlerat moralit, mbetet e qëndrueshme e mira e tyre, wa yadhhabu anhum amruhum hina tadhhabu, dhe puna e tyre përfundon kur përfundojnë vlerat e moralit tek ai. Humbja e vlerave të moralit, më thonë, parashohet pyetja si ka mundësi që krimi të ndikojë në prishjen e moralit tek njerëzit. Humbja e vlerave të moralit tek njeriu, virtyteve të larta në cilat urdhëron feja islame, çon deri te paraqitja e krimeve të natyrave të ndryshme. Për shembull,
mlefi, zilia, ka mundësi që, jo çdo herë, po ka mundësi të çojnë deri te vrasja. Do të thonë që është krim. Gjithashtu, tradhtia që është një ves i ulët hipokrit, ves i dyftyrshve, ka mundësi që të shpijej deri tek vjedhja dhe zinaja, kuror shkelja. Gënjeshtra ka mundësi që të çojë deri te shpifja, që të gjitha këto janë krime. Pasimi i epshit ka mundësi që të çojë deri te pirja e alkoolit. Dhe kështu me radhë. Domethënë, veset, cilësitë e këqija të sjelljes së njeriu, janë dyer të sherreve të ndryshme. Nëse dikush thot, atëherë kjo tregon se sjellja e keqe çon te krimi, a ne temën e kemi që krimi, domethënë çon deri te sjellja e keqe. Si shpjegohet kjo? Themi se është e kundërta. Domethënë krimi çon deri te sjellja e keqe, për shkak se sa herë për shembull e dim që një numër i madh i krimeve kanë shkaktuar krime edhe më të mëdha dhe kanë shkaktuar sjellje edhe më të mëdha. Vjedhsi për shembull ka mundësi të vritet, ai që vjedh apo. Pirsi i alkoolit ka mundësi gjithashtu që të vritet, ka mundësi që të vret edhe ai, do të thonë që të bëj zina, që të dhunoj pra e kështu me radhë. Kjo është ajo se si mund që krimi të prish moralin e një shoqërie. Për sa i përket pasojave politike, pasojave negative në fushën e politikës që i sjell përhapja e krimit në një shoqëri, normalisht gjithnjë duke e pas parasysh se jemi duke folur për një sistem islam, domethënë në një vend ku funksionojnë këto rregulla të fesë islame. Për shembull, në shtetin islam, respektimi i kryetarit, është për obligimeve të fesë. Për obligime, thotë Allahu subhanahu wa taala, ja ayyuhalladhina amanu atii'u Allaha wa atii'u ar-rasula wa ulul amri minkum. O ju që keni besuar, bëhuni të ndëgjueshëm ndaj Allahut, bëhuni të ndëgjueshëm ndaj të dërguarit të tij dhe ndaj pushtetarëve tuaj, udhëheqësve tuaj që përfshin edhe pushtetarët edhe dietarët. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, isma'u wa ati'u wa in istu'mila alaykum 'abdun habashiyyun ka'anna ra'suhu zabibah. Dëgjoni dhe respektoni. Edhe nëse bëhet udhëheci juaj një rob i Abisinis. Thon njeriu i cili nuk është në pozitën e aristokracisë ose njerëzve të famshëm tuaj. Edhe nëse ai bëhet udhëheci juaj, bëhuni të ndëgjueshëm. Dhe normalisht ata përderisa janë në rrugën e Allahut subhanahu wa taala janë besimtar, me këto kufizime. E tash, humbja e autoritetit të udhëheqësisë, që do të ishte, e njëjtë sikur të thoshim për shembull kryetarëve të shteteve, ku jetojmë ose udhëheqësisë pushteteve. Humbja e autoritetit të tyre, e çel derën e përhapjes së krimit. Prandaj themi se krimi, humbja e autoriteteve dhe prestigjit të udhëheqësve, faktikisht çon deri te krimi dhe përhapja e tij. Shumë mirë e dim për shembull fjalën e Uthmanit radiallahu anhu, i cili ka thënë atë që nuk mund ta ndal Kur'ani, se normalisht besimtari i sinqert i ndërgjegjshëm ndalet prej veprimeve të këqija si rezultat i besimit të tij se Zoti e mbikëqyr. Allahu subhanahu wa taala e mbikëqyr. Mirë po, jo të gjithë njerëzit janë të ndërgjegjshëm dhe janë besimtar të fortë aq sa të ndalen prej krimeve të ndryshme, prej veprimeve të këqija të ndryshme. Atëherë ka thënë Uthmani radiallahu anhu, atë që nuk e ndal Kur'ani, do ta ndal fuqia, do ta ndal sultani, siç ka thënë ai. Do ta ndal pushteti dhe forca. Për këtë arsye, për këtë arsye, në fenë islame është e ndaluar dalja nga kornizat e urdhërimit të urdhrave që vijnë nga pushtet mbajtësi. Që quhet baghi. Te kalimi kufive, thot Allahu subhanahu wa taala kul inna ma harrama
Rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighayri al-haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana. Thuaj Zoti im I ka ndaluar veprat e shëmtuara, qofshin ato të hapura, qofshin të dukshme apo të fshehta, kam ndaluar mëkatin dhe bagjen që është ndalja nga kornizat e pushtetit të pushtetarit pa të drejtë. Dalja wal baghyu bighayri al-haqq, domethënë shtypja ose tekalimi kufive. Pakosa ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala in ta'ifatan min al-mu'minina iqtatalu fa aslihu bayna akhawaykum. Nëse dy palë për besimtarëve luftojnë, përmirësoni, domethënë mes vëllezërve. Nëse njëra e shtyp tjetrën, atëherë luftoni ato që bën, domethënë tekalim të kufive, që bën shtypje dhe sulm, derisa të kthehet në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Nëse kthehet, atëherë pajtoni sërish mes tyre me drejtësi, se Allahu I do ata të cilët janë të drejtë. Dhe në histori, për shembull, nëse analizojmë pasojat e mos respektimit të Othmanit radiallahu anhu, që ishte halife I muslimanëve, shkaktuan një përçarje të madh pasojat së cilës I shohim sot e kësaj dite. Kjo është lidhshmëria mes përhapjes së krimit dhe respektim, ose pasojat negative që I sjell krimi në fushën ose në sferën politike, domethënë sipas pikpamjes së fesë islame. Gjithashtu, krimi shkakton edhe pasoja, në lëmin e ekonomisë, për arsye se Allahu subhanahu wa taala kur I krijoi krijesat, bëri që në natyrën e tyre të ekzistojnë parakushtet për jetesën e tyre. Ato janë, dëshirat e njerëzit. Dëshira e njerëzit për të ushqyer, dëshira e njerëzit, për të martuar e kështu, me radhë për të vazhduar lloj njerëzor. Po të mos I kishin qenë këto dëshira tek njeriu, sigurisht që askush nuk do t'ju kthehej këtyre kërkesave. Mirë, po këto instikte, këto epshe që ekzistojnë tek njeriu janë të rregulluara me rregulla të shariatit dhe nuk janë të lëna të çoroditura, të çrregulluara, po ato kanë thjesht, mënyrën se si duhet të shfry, instiktet dhe dëshirat e tij një njeri. Nëse, për shembull, tek një njeri çoroditet dëshira e tij për të pasuri, që vjen se rezultati I nevojës së tij, për të pas, për shembull, vendbanim, veshje, ushqim, për të martuar e shumë me radhë. Këto janë kërkesa që Allahu subhanahu wa taala I ka venduar apo se I ka montuar në pjesën e shpirtit të njerit. Dhe këto dëshira që Allahu subhanahu wa taala ka lënë tek njeriu, nëse çoroditen, nuk disiplinohen me rregullat e shariatit, thjesht çoroditen, atëherë ka mundësi që këto dëshira ta shpjejnë njeriu që të punojë me haram, të punojë me kamat, të punojë me vjedhje, të bëj zina, të pranoj korrupsion, rishfetin, e kështu me radhë. Dhe kjo çka çon? Kjo çon deri te humbja e produktit dhe fuqisë njerëzve tek të cilët është I përhapur, kjo dëshirë e keqe, humbja e produktit të tyre dhe humbja e fuqisë e individëve të asaj shoqërie. Vjedhsi për shembull, kur vjedh e orienton fuqinë e tij drejt fuqinë e tij trupore dhe intelektuale, jo për të bërë produktiv, po thjesht për të shuar një produktin e dikujt tjetër në mënyrë të padrejtë. Prandaj themi se krimi, le pasoja edhe ekonomike. Vjedhsi jo vetëm që nuk është produktiv, nuk jep asnjë rezultat pozitiv prej vetes së tij, kemi një humbje nga vetë vjedhsi, po gjithashtu humbja e dytë është se vjedhsi shkatron produktin e tjetër kujt. Dhe kjo pastaj ka mundësi të çojë deri te demoralizimi I prodhuesve nëse nuk gjendet ilaçi adekuat
për këtë njerëz, deri te demoralizimi i tyre dhe shuarja apo ulja e shkallës së produktivitetit tek njeri, ose tek ai që është i përhapur, domethënë ky krim që është vjedhja. Ose për shembull nëse e marrim pirjen e alkoolit dhe përdorimin e narkotikëve. Gjithashtu, domethënë këto krime shkaktojnë, domethënë pasoja ekonomike në një shoqëri. Pasoja ekonomike në një shoqëri. Zakonisht përdorimi i narkotikëve është nxjerrja e parave nga një vend dhe shpërndarja e atyre parave, domethënë në vende të tjera ku bëhen ato, domethënë ndrime dhe lëvizje, domethënë të këtyre mallrave të degeneruara. Dhe kështu domethënë vjen deri te dobësimi i njerëzve dhe dobësimi i pasurisë së asaj shoqërie, për arsye se sipas asaj që e thon dietarët të specializuar që ju takon të flasin për këtë fushë, mirë po që e përmendin edhe dietarët e fesë, domethënë thënien e tyre se është rregull se çdo pasuri që shpenzohet në një shoqëri për një punë të dobishme i kthehet, domethënë shoqërisë atij vendit me dobi. Dhe çdo pasuri që shpenzohet, domethënë në gjëra që janë të dëmshme për atë shoqëri, atëherë domethënë ajo është, domethënë një dëm, është dëm për atë shoqëri, është shkatrim për atë shoqëri. Këtu bën pjesë pirja e alkoolit, përdorimi i narkotikeve e kështu me radhë. Dhe për sa i përket lëmisë shëndetësore, sigurisht që krimi, domethënë le pasoja negative dhe në shëndetin e njerëzve, vetëm po që se e marrim për shembull krimin e zinas ose kuror shkeljes, do të vërejmë një sër smundje, paraqitjen e një sër smundjeve të cilat nuk kanë qenë të njohura më parë, por janë paraqitur si rezultati i gjunaheve dhe përhapjes së këtij krimit. Për shembull, smundja e AIDS-it nuk mund të shpjegohet ndryshe vetëm se, domethënë, mos shërimi i krimit të zinas. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Lam tadhhari al-fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal-awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw." Që thot, çdo përhapet amoraliteti, zinaja në një shoqëri. Çdo përhapet e ata të mos sprovohen me murtaj dhe me smundje të cilat nuk kanë qenë në paraardhësit e tyre. Domethënë ky domethënë këto edhe smundjet e tjera të ndryshme të cilat janë i dinë domethënë ata të cilat vinë si rezultat i përhapjes së prostitucionit ose zinas në një vend. Për sa i përket smundjeve shëndetësore që vinë si rezultat i përhapjes së krimit të pirjes së alkoolit dhe krimit të përdorjes së narkotikëve, ato janë aq të shumta saqë gati nuk mund të gjesh një sistem të organeve të trupit të njeriut që nuk preken, domethënë, nga përhapja e këtyre krimeve ose me gjuhën e shariatit përhapja e këtyre gjunaheve. Për shembull, prishja e sistemit nervor, prishja e sistemit organeve të tretjes, prishja e sistemit, domethënë, të sistemeve të ndryshme të organeve që përbëjnë organizmin e njeriut, domethënë, të cilat i dim shumë mirë, domethënë se përdorimi i alkoolit dhe përdorimi i narkotikëve, se çfarë dëmesh sjellin këto krime, domethënë, në shëndetin e njerëzve dhe në shëndetin e një shoqërie të tërë. Nëse këto pasoja vinë si rezultat i përhapjes së krimit në një shoqëri, domethënë duke prekur fen, shoqërinë, moralin, politikën, ekonomikën dhe shëndetin, atëherë sigurisht që ka nevojë, domethënë, këto krime dhe këto degenerime për një bar adekuat i cili do t'i ndërpres në mënyrë kategorike për ato metoda të shërimit të këtyre problemeve që rrezikojnë imunitetin e shoqërisë ose këtyre krimeve që rrezikojnë imunitetin e shoqërisë, me lejen e Allahut subhanahu wa taala do të flasim në emisionet tjera. Deri atëherë, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.